Nusja do të vendosë shamin, mirë për më thotë, kur të vendosë shamin, dua që të vesh pantallona dhe xhinsa, pastaj shamin sipër. Nusja herë duhet të mësoj ç'është hijabi. Hijabi nuk është shami koke. Hijabi nuk është shami koke. Hijabi do të thotë veshja e femrës besimtare, që duhet plotësoj kriteret caktuara. Duhet të jetë i gjerë, duhet të jetë jo i të dukshëm, duhet të jetë jo i zbukuruar, duhet të jetë jo i parfumosur, duhet të mbulojë të gjithë trupin e femrës, nuk duhet t'japi detajet e trupit femrës, duhet që shamia të derdhet mbi kokë, të derdhet mbi supe, duhet që mos përngjasoj me rrobat e meshkujve, pantallonat këtu. S'duhet përngjasoj me rrobat të grupeve të humbura, qofshin jo besimtar apo grupe të humbura brenda islam, etj. Është dinjitet. Rroba e femrës muslimane është dinjitet. Rroba e femrës muslimane do të thotë ajo shpreh identitetin e saj të besimit nëpërmjet kësaj rrobe. Për këtë arsye ju thoshin të moshmit, nëse do me ditë fenë e burrit, shif si i vishet gruaja. E nëse do me ditë fenë e gruas, shif si vesh gocën. Shif si vesh gocat. Du me vu shamin thot, por ta vesh me pantallona. Shami nuk është shami koke. Po është diçka që duhet mbrojë trupin e femrës, duhet të plotësoj kritere, etj. Gjitha. Për këtë arsye, kush bën ndërmend me vu hijabin, duhet lexoj. Duhet lexoj ç'është hijabi, ç'është femra e muslimanes, çfarë kriterë duhet plotësoj, si duhet të jetë, sa duhet të jetë, çfarë duhet mbuloj nga trupi i femrës, çfarë lejohet që duket për këtij trupi, çfarë nuk lejohet që mos duket etj.